po dalë tek vendimi i gjykatës kushtetuese, në fakt po i referohem këtyre 4 ditëve kanë qenë ditë dinamike nga momenti i zgjedhjes së presidentit që nuk arriti të bëhet tek adresimi i zonës Haxhiu në gjykatë kushtetuese, tek dekretimi i shpërbërjes së parlamentit nga presidentja e deri tek vendimi i gjykatës kushtetuese për të pezulluar dekretin presidencial. Goxha një seri zhvillimesh në spektrin politik. Si i pati ju këtu, ose si e pat këtë javën e fundit? Ajo ndoshta habia më e madhe edhe sot, edhe pse ka ndodhur disa ditë, është habia që ndodhi një ndarje mes Kurtit edhe Osmanit. Kjo është? Po, më besoj që kjo ka diçka edhe ngjarje e madhe, një habije e madhe, sepse e keni parë të papritur. Po, shiqo për shumë të tjerë, ata janë duk si një ekip, si një duo. Si binom, po. Po, edhe shumë njerëz Kosova, të gjitha palët e jashtme, ndoshta ata mren që kanë qenë afër tyre, kanë ditë për ndonjë mosmarrëveshje. Po, shumë të tjerë i kanë pa ata si të pandashëm, edhe i kanë pa realisht si domosdoshëm, si njërin për tjetrin. Mos kandidimi i presidentës Osmani ka qenë një lloj si më thon ndryshimi i madh, një diçka e madhe. Pastaj edhe pafshia e këtij parlamenti me zgjedh presidentin e vendit në afatin kushtetues, se me nenet kushtetuese thuhet se 30 ditë para skadimit, para kalimit të afatit të presidentit aktual. Pra, po, ndodhi dekreti për shpërndarjen e kuvendit, pastaj është adresimi në gjykatën kushtetuese lidhur me dekretin, e gjitha këto tani kanë shpjegim, gjitha këto, pra kanë shpjegim. Për ndarjen nuk di si me dhënë shpjegimin, se nuk jam shumë rrjedha për të ndarjen, edhe për dështimin që mos zgjedhë presidenti për shkak se nuk kemi qenë të